bisedu me Gjemalin se si do të më kujdes për këtë lloj të zogshve. Ona po e liraj se këtë po ndihet i friksum, nashta po menon që t'jeme e prej. A Gjemal, s'kena me prej. Po e lot lirë. E Gjemali mu po ja fillon me më tregu se si do të me u kujdes për ta zogsh. Po ndërume, këta na i marrni një ditor, edhe prej ditës parë na kujdesni për ta, në ushqim, në ujë, edhe në ambient për me poshtë të ngrohtë, sepse këta kërkojnë domethënë temperatura të larta kur janë ditëve të para. Edhe është një përkujdes jashtëzakonisht i madh këtë drejtim, sepse kërkojnë me mbikëqyr çka po bëhet me ta, apo e kanë ambientin shtaft ngrohtë apo si po është ajo. E që sa po mirësh me na mirëmi, sa përket zogut brojler, mirëmi që i ka 4 vite. Vetëm me zogun brojler, ma herë kemi mirë edhe me zog fatit. A ke u lumtuajten? Quhet zog brojler, sepse këta janë që e kanë vetëm 45 ditë edhe ka shkojnë therrën, domethënë është një lloj zogi i cili trashet shumë shpejt. Trashet shumë shpejt edhe bëhet për therrje. Për me prej, domethënë. Për me prej, po. Domethënë çdo 45 ditë ju merrni zogj të vogël. Sa përket këtyne, domethënë janë 45 ditë të cilët e arrin fazën për me prej. Edhe normal duhet me prit për dezinfektim të fermës, edhe tani pastaj me vazhdu prapë me turnusin tjetër e kështu me radhë. Që sa kohë të mirëni me këtë biznes më fal? 4 vite. Që 4 vite? Që 4 vite, po. Çu është mortë iniciativën për me fillu me këtë biznes? Mi u thonë të drejtën duke po mungesën e mishit të zogut në Kosovë, jemi aktivizuar këtë drejtim, kështu që kemi fillu me 4.000 copa, edhe shpresojmë që do të ndërtojnë edhe fermë ma moderne, edhe ma të mirë, sepse këtë ku po e shihni, domethënë nuk është ferma bash adekuate cila i plotson të gjitha kushtet, mirë po prej vullnetit tonë që kemë vullnet me punu në këtë drejtim edhe me pas kemi fillu këtu domethënë në këtë ambient me i majtë. Sa po është e mundimshme me u marrë me ta? Me të thonë të drejtën nuk është e mundimshme sepse këta janë, nuk janë që lëvizin shumë, nuk bojnë lëvizjet mëdha dhe janë shumë turt me punu me ta dhe me ushqim. Këta dojnë vetëm ujë, ushqim, që të sa nuk dojnë. Po ma herët para 4 vite me çfarë biznesi jeni marrë? Jemi mirë me pulat fshatit, mirë po ndodhe ajo që ke pandemia edhe u dash të më thonë me ndërprej pulën e fshatit, për arsye se kosta e ushqimit u bë tepër e lartë dhe u dash me ndryshu gjendjen. Do me thonë, i nderuam ju gjithmonë jeni marrë me fermë, a e keni trashëgimi apo e keni zhvilluar vetë? Se përket fermës na qysh më të merrni me ferma, edhe me ferma të lopëve, edhe me ferma të zogjve të ndryshëm, siç ato të katunit edhe këtu brojler. Mirë po, për momentin jemi fokusuar domethënë vetëm te zogu brojler, sepse është mungesë e madhe në treg dhe kërkohet domethënë që me rrit kapacitetin e tyre. Apo është fitim prurs si biznes? Është fitim prurs, ka kërkesa të mëdha, sepse edhe qytetarët janë fokusuar domethënë me marrë diçka të freskët, edhe me marrë diçka po. Po me thënë drejtën duke po se çka po importohet, atëherë kjo çka po na po e rritëm domethënë po jap pak më shumë besim klientit që me marrë diçka vendore edhe me ditë se çka po han. Po a ju kanë ndihmuar ndonjëherë komuna për biznesin tonë, a keni marrë ndonjëherë fonde prej komunës? Jo, ndërrume se përket kuvendit komunal, domethënë na vetëm që ngarkohemi me taksa për veprimet, për biznesin që e kemi, sepse ndihmë nuk marrim. Po domethënë tash ky biznes do ndryshimin besoj, e don mjetët për me punu me këtë biznes, edhe ju i patët sa zogj më tregut më herët? Për momentin i kena 3.000 copa këtë rrit. 3.000 copa domethënë e dojnë si me thonë mjetët e veta për me punu të punës. Po këta zakonisht e dojnë ajrin e pastër, e dojnë ndryshimin adekuat dhe e dojnë ventilimin me konë që me pas ventilim të mirë. A i keni kërku këtë senet e komuna? Mi thënë të drejtë nuk kemi pas mundësi as me kërkua, sepse nuk ka diçka që komuna ndihmon këtë drejtim.
përmes Ministrisë Bujqësisë jemi mundu mirë, po se përket Ministrisë Bujqësisë vetëm marrëmi subvencione për kokë zogut, për ndryshe tjera gjona nuk kemi mujt me edhe pse i keni kërku? Nuk kemi mujt me marrë të Ministria Bujqësisë nuk ka dhënë domethënë të fundit për zogun brojler. Është një projekt tani me gizin gjerman për me ndihmu në këtë drejtim edhe jem të përgatit në fazën përfundimtare me apliku. Edhe shpresoj që do të marrëmi një ndihmë, sepse neve na duhet një objekt tjetër edhe pajisje. Pajisje domethënë për ushqim, pajisje për ventillim, pajisje për ujë e këto. A i dallon ndonjëherë me emra, zogjt? Jo, është pa mundër zoge me dallu me emër, mirë po me gjeni mujna me dallu, me gjeni se për emër është e pa mundër. E që është banë muni me punu me ta të në ditën? A kina i dashuni ekstra për këta shpend? Mi në thëmë të drejten, kur punën me një punë edhe duhet me dishtë. Nuk është dhe që aja hajtë pe kam që atë dhe aja rritët hanë që atë dhe rritët. E dojna edhe komplet familje dhe më thonë kujdesmi për fermën. Po atë ka ndodhë se tash jemi me një pikë fshatit këtu apo? Edhe sigurisht kafshët e egra, sillen rreth e rrotull dhe di mirë që pas zogjve shkojnë shumë. Atë ka ndodhë ndonjëherë me ti hangër ndaj kafshë e egër? Po ne jemi këtu në fshatin Krejkov edhe jemi pothuajse midis arave, sepse jemi të larguar nga fshati. Edhe po, dhelpna duket për rreth, mirë po nuk ka ndodhur që me hyjmë brenda ose me na shkaktu ndaj dam këtë drejtim. Po a keni siguri për ta zogj? A i runi se po me ton drejtën na e kemi shumë afër shtëpije këtu edhe kujdesmi secili kur del dikush jashtë pa ardhur me po një herë gjendën se ç'është në fermë, nuk hyn brenda në shtëpi. Po në moment që sharaka kështë mujtë me nga të regu me këta zogj që ka ndodhë? Ja, më mendoj që sharaka me tonë të drejtë. Me tonë të drejtë me hy këtë, ta shpeshet që ka një zhurëm shumë të madhe, edhe këta jenë shqetësu pëse na jena mrena këtë, se këta rrinë shumë qetë edhe nuk bojnë asë zhurëm, asë kërgjën. Po e marë me nditën e parë për të fillu me punu me këta lloj zogj? E moj mend, sepse po flasë për zogun tjetër që kemi fillu me të fshatit, të më thonë ka qenë hera e parë, edhe bashkë në këtë veni kemi pasur 23.000 copa. 23.000 copa për një herë, edhe tash ishte një kostë shumë e madhe e investimit, po du me cek një fjallë që nusja ma ka thonë. Që që është pak, me thonë, qesharake ajo edhe dyshysh tja pak një vullnet, pak ma të mirë të punës. Tha o gjem, me bon, tha me cu, tha qka me bon. Thash po, me bon, thash unë me dek qka bonët. Tha ju zoti mu se bon, thash atëherë, edhe këta thash zoti mu rrit, thash kanë mu rrit. Shkim thash qka me diskutu atë. A më tha ishtë një rrezik shumë i madhë në këtë investim, mirë për kur i thash që unë me bon me dek qka me bon, ju zoti mu se bon, thash zoti mu se bon, thash ta kanë mu rrit, këta ka dole. Të më tha, aja pe i frike që pëndohet diçka me ta edhe, po, kemi flajt me ta. A po? Po, kemi flajt. Psa keni flajt me ta? Pa, ishte fillimi, ishte fillimi edhe ka qenë vjesht, u dashke, dhe më thonë, me ngroh, me mënyrë manuale, me kaftora, me dron, edhe po, kemi flajt këto. Bashkëshortës nuk i ka pengu që shtu flajt se në ditë sotit pak bashkëshortët edhe po s'ketin. Edhe me thonë qysh bre me flajt me zogj, a s'ta tha që t'pytja? Jo, me thonë të drejten, jo, mirë po, sepse ajo ishte dhe me thonë një gjanë që u dush kemi rujt, edhe për këtë arsye dhe me thonë prej vullnetit pasojna, dhe me thonë kemi flajt me ta dhe kemi kontrolu gjendjen, nën step se qka pëndodhi. Apo nëzejet mirë, mos po shimin kaftorat, mos po bëhet diçka, sepse ato ishin dhe mon kaftorat të drunve dhe bashkë me mush me drun, sepse s'kena pas, as halon nuk kena dhe më thonë diçka automatike që nëzejnë, apo dhe që e ftosh këtë drejtim. Po qëka i kishe thonë Gjem, po drejtona dhone Gjem, qëka i kishe thonë dikuj që ka po merë iniciativën me u marë me biznesin e tilë që jeni tu u marë edhe jo? Cili shkan mesazhe ose këshilla që ja kishe thonë dikujt? Se ndoshta auto na ndjek, do i thoshe dhe ka qef me ditë
Qysh do të mjanë nisë me u marrë me ta zënë? Mi u thonë të drejten se përket biznesit më marrë me këtë biznes, dhe më thonë Kosova që që dio në vetëm 11% i plotson kushtet të zogut në Kosovë, që 11% me krahasu me sa ka nevojë, atëherë kështu që cili mundet me marrë dhe më thonë këta si këshill që me fillu me bo diçka të tillë, sepse 11% nuk kanë kurrë. Edhe nuk mbulohet tregu i Kosovës. Po çka do të më pas parasysh? Po që do të më pas parasysh, do të thonë në pas pori vullnetin, edhe guximin me hinj këtë drejtim. Sepse ka me investu kogja shumë deri tek finalja. Kështu që do të më pas guxim me hyrë këtë drejtim edhe me United gati me rrit. Nuk është diçka problematike, mirë po qa çka dojnë temperaturë, dojnë ventillim, dojnë ujë, ushqim, ma shumë nuk dojnë. Për ndryshe, gjejmë jo vetëm me zogj, ju mirëni edhe me lopë, apo? Po, e kemë edhe një fermë qapve, edhe edhe me lopë, mirëmi është... A këshmi mujtë me shku me dy këshyra dhe lopë? Mundemi me shku edhe të lopë, nuk është problem, vetëm do të me ndru pozicionin, s'ku ne ndrojna, që që na si familje i punojmë dikon rreth 100 hektar tokë, krejt marrë me qera, prej bashkëfshatarëve që i falenderoj shumë, edhe fshatrave tjera që janë për rreth tu, që i kam tokat me qera, dhe më thonë na kanë dhënë këtë mundësi që na ti punojmë ato, normal, është me pagesë, disa janë edhe pa pagesë. Po vetëm me gjemë se jo prej Norvegjisë keni ardhur në Kosovë, apo? Po. Qështu më shmenja me orë me jetë në Kosovë? Jo, me thonë drejten, me njëherë mas luftës nuk është që ka marrë me dëshirë. Apo? Mirë po, ka qenë ajo puna që jam këthy për Norvegjijës, më kanë këthy për Norvegjijës, edhe ka marrë të më fillu në këtë me punu dhe me jetu në Kosovë. Me njëherë, pas asajnë dhe më thonë kanë ardhur edhe norvegjezët me atë organizatën humanitare, edhe kemi fillu me ndihmu njerëz në Kosovë, mirë po të po mundësin që kam mundësi edhe me punu, edhe me ndihmu njëkohësisht, dhe më thonë, vendin tim, duke ndihmu atë familje që me të vërtet kanë nevojë për ata dhe mund nuk kom insistu kur me lëshu Kosovën apo me dalë për këtuit, sepse me të vërtet... E qysh i bune punë të me qatë organizatën në Norvegjisë? Qysh në ndihmuna ata? Në të thonë drejtën unë jem shku para luftë atje, edhe ata vetë thonë nuk e dina kur ti s'ke full norvegjisht. Dhe më thonë, ata nuk e kanë kuptu kur, dhe më thonë atë pjesën ku unë jem këqit dikun dhe s'kam dit me full me ta norvegjisht. Se di, jam ka një ri atër dhe ku mësu shumë shpejt gjuhën. E kështu që nigja jam, a ishte iniciatori parë që i ka sjellë në Kosovë, Gani Bytyqi, edhe pastaj dhe më thonë jam merë, kërë më kanë këthy mu ka, jam merë me përkëthime të ata, edhe kemi vazhdu që 26 vite me të njëjtën organizatë? Me të njëjtën organizatë. Apo? Ja pas që po hajri në Norvegjisë? Elhamdulillah, mirë. Po, s'është keq. Po, është shumë mirë ajo. Okej, po më tregove që 100 hektar tokë po i punon vetë. Apo ndihmon dikush? I kam djemt, që i kam me veti dhe ata më ndihmojnë. E djemt, çka po mendojnë për biznesin tënd? Apo janë të pajtimit edhe ata për me fillu Po mi thonë të drejtën edhe ata janë pajtimit, se të mos me konë pajtimin da s'këshu mujtë me vazhdu me urrit në këtë drejtim. Se pak nimi aso din mu lasdru, besoj. Jo, me thonë drejtën, na i kemi marrë ata fëmijët e tonë, dhe me thonë prej fillimit. Kanë qenë bashkarisht çdo herë me neve. Nuk është, dhe me thonë, nuk është një punë që e kena bo pa ta. Kanë qenë çdo herë me neve, ka një herë na kanë pengu, po edhe shumë herë na kanë ndihmu në këtë drejtim. Mirë po, si të vogël, dhe me thonë, kur jenë përzinat të sanet, kanë qenë, dhe me thonë, prej të vogël të kanë qenë. Na po vazhdojmë shumë, se po kam qef me pa dhe qysh janë lopë, po do me di. Po mundemi me dole. Mundemi, faleminderit. Faleminderit. Sa lopi ki? Po, për momentin janë 8 copa. Okej. Kemi posë edhe ma shumë, mirë po duke po që
të Zogu është një lavërdi shumë më e madhe, për këtë arsye domethënë kemi radhë domethënë këtë punë që me i largu, me i shit edhe me vazhdu Do vetëm me i shit lopta? mu merr vetëm me Zogun brejler. E pse do me i shit lopta? Po me thonë të drejtën është angazhim shumë i madh edhe masi po tokër lavërdi të Zogu, atëherë ma mirë po do të më fokusu të Zogu sepse tani nuk po muna me arrit të gjitha punët edhe me lartë. Okej. Edhe sa do mirë ma i flop? Ana është i rafun. Po na jem të punu në këtë rritim që më të vërtetë me mend që kumbin nusën që mi hjek. Aja do më thonë merë me këto i kamile këto thanët. Mirë po me mend që kumbin dhe thonë që me largu dhe me hjek nga dalë. Se kemi pos deri në 50 topa kemi pos. Po, një po tash të i vazhdu dhe të i hjek. Tash si pas që shpomuj me marrë me mendone, ma shumë po ka fitem prej Zogut Brejler me Po, ma shumë ka fitem prej Zogut Brejler, sepse Zogu është, që më thonë, investon edhe e kthen investimin shumë shpejt. Po. Të më mena 45 ditë, prapë se prapë e krynë edhe vazhdon në këtë drejtim me pas qarkullime. Atëherë, shikos në derum, gjema ju vetëm që është fermer, po është edhe gentleman, vetëm shikone mënyrën se si po më bën qadrën. E po du me ju tregu që gjema edhe po kandidon për asamble komunale këtu në Drenes, edhe se çka do na premtoj gjema, se çka do sjellë risi në këtë komunë, do të na tregoj në zyrën e vetë. E prej këto, ne u përshëndesme dhe juftojmë të ndeqni pamjet e firmës së vogël të Gjemës. Faleminderit shumë.